Endri Çabani ka reaguar pak orë pasi kuvendi e zgjodhi me 85 vota pro si avokat të ri të popullit, përmes një postimi në rrjetet sociale. Çabani shpreh befasin me qëndrimin e deputetëve të opozitës, që thotë se fillimisht e nxitën me dashamirësi për të kandiduar, duke i dhënë firmat dhe më pas u tërhoqën. Avokati i ri i popullit thekson se ka qenë në bisedime edhe me deputetë të mazhorancës, duke u kërkuar atyre mbështetjen me firma, përse kishte marrë refuzimin, me arsyetimin se propozimi i takon të opozitës. Ai falenderon deputetët e mazhorancës duke konsideruar votimin e tyre si akt pjekurie politike. Sipas Çabani, deputetët e mazhorancës i dhanë përparësi si skuadër funksionimit të shtetit dhe ka përcyen veprimet dhe deklaratat kritike të tij si pjesë e opozitës në këto vite. Falenderimi shkoi edhe për 35 deputetët e opozitës që mbështetën përmes firmave për të kandiduar për këtë post. Këtyre të fundit u premton se gjatë ushtrimit të detyrës nuk do t'u jap asnjë arsye për të menduar se bën zgjedhjen e gabuar.